Nëna e milionerit lutej në heshtje që nusja të ndalonte abuzimet. Shërbëtorja, dëshmitare e gjithçkaje, rrezikoi gjithçka për ta mbrojtur atë. Por ajo që askush nuk priste ishte kthimi i djalit pikërisht në atë moment. Teksa hyn në dhomë, ai sheh skenën dhe shkopi i rënë për tokë tregon gjithçka. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Në një lagje luksoze të Tiranës, ku ndërtesat lartësoheshin si kështjella prej xhami dhe betoni, duke mbrojtur banorët e tyre nga kaosi i metropolit, ndodhej një apartament në katin e fundit që shkëlqente në diellin e pasdites me të njëjtin intensitet si xhevahiret e ruajtura në kasafortat e tij. Atje, çdo objekt tregonte një histori suksesi, çdo mobilje e importuar përshpëriste për udhëtime ndërkombëtare, dhe çdo pikturë në mure festonte arritjet e një familjeje që kishte mësuar ta kthente ambicien në pasuri. Por pas asaj fasade të patëmet, ku heshtja bliej me peshë ari dhe perdet prej liri bllokonin jo vetëm dritën, por edhe vështrimet kurioztare të botës së jashtme, ekzistonin sekrete që asnjë shumë parash nuk mund t'i fshihte plotësisht. Arta Kelmendi ishte 28 vjeç kur kaloi për herë të parë pragun e asaj shtëpie, duke mbajtur vetëm një valixhe të vjetër dhe një zemër plot shpresë. E ardhur nga veriu i Shqipërisë, ajo kishte lënë pas një jetë të thjeshtë në Puk, ku rrugët me gur tregonin histori shekullore dhe ku të gjithë njihen me emër. Kryeqyteti e priti me indiferencë, ashtu siç priste miliona të tjerë që vinin në kërkim të një shansi. Por Arta nuk ishte si të tjerët. Ajo kishte diçka të rrallë në atë botë dukjesh, aftësinë e vërtet për të parë përtej maskave që njerëzit mbanin. Zonja Fatmira Berisha ishte 73 vjeç dhe kishte një histori që pak kush e njihte plotësisht. E lindur në një familje tradicionale të Vlorës, ajo ishte martuar e re me një sipërmarrës të fushës së ndërtimit, duke ndërtuar krahti një perandori që u mbijetoi krizave ekonomike dhe ndryshimeve politike. E mbetur vejush prej 15 vitesh, ajo shitet të qëndrueshmëria e atij apartamenti jo vetëm rezultatin e dekadave të punës, por edhe kujtimin e vazhdueshëm të një dashurie që nuk i ngrohte më netët e saj. Flokët e saj të bardhë mbaheshin gjithmonë të mbledhur në një topuz elegant dhe sytë e saj blu, që dikur shkëlqenin me intensitetin e dikujt që ëndërronte madhërishëm, tani mbanin lodhjen e dikujt që kishte jetuar shumë dhe kishte besuar pak. Në ditët e para, Arta mësoi shpejt rregullat e pashkruara të asaj shtëpie. E dinte se dyshemet prej mermeri italian të korridorit kryesor tradhtonin çdo hap të rënd, se dera e zyrës kërciste lehtë kur hapësh ngadalë dhe se dhoma e zonjës Fatmira mbante gjithmonë erë livando dhe vetmi. Mësoi gjithashtu se zonja pëlqente të pinte çaj mali në orën 3 të pasdites, se preferonte dritaret e hapura edhe në ditët e ftohta dhe se adhuronte të dëgjonte histori për jetën në fshat. Sikur çdo rrëfim i Artës të ishte një dritare drejt një bote që ajo vetë e kishte humbur kohë më parë. Rutina u krijua natyrshëm. Arta zgjohej në 6 të mëngjesit, përgatiste kafen me kujdesin e dikujt që e di se gjestet e vogla mbartin kuptime të mëdha, organizonte ilaçet e zonjës Fatmira në ndarje të vogla të identifikuara sipas orarit, dhe u kushtonte pasditet bisedave që shkonin përtej protokollit mes zonjës dhe punonjëses. Ato flisnin për receta të vjetra, për ndryshimet e qytetit, për mënyrën se si koha dukej se rrifte ndryshe kur kishe shoqëri. Dhe zonja Fatmira, pak nga pak, filloi të buzëqeshte më shumë, të ecte me më pak frikë nëpër dhomat e bollshme, të ndjente se ajo shtëpi po kthehej sërish në një vatër. Besnik Berisha, djali i vetëm i zonjës Fatmira, ishte një burr 45 vjeç që mbante mbi supe peshën e mbajtjes në këmbë të një perandorie biznesi në kohë të vështira. I gjatë, me qëndrim elegant dhe flokë të thinjur në tëmtha që i jepnin një pamje serioze, ai e ndante kohën e tij mes mbledhjeve të pafundme, udhëtimeve të punës dhe telefonatave që nuk mbaronin kurrë. Arta e shite pak, zakonisht në fundjavat e shpejta kur ai vinte për të drekuar me nënën, gjithmonë duke kontrolluar celularin, gjithmonë me nxitim, gjithmonë me mendjen diku tjetër. Por ajo vinte re diçka të ai që pak kush e vinte re, një fajsi të heshtur që i rinte në sy sa herë që shikonte zonjën Fatmira, sikur ta dinte se po dështonte në diçka themelore, por nuk kishte guximin ose kohën për ta korrigjuar. Ishte një mëngjes prilli, kur vjeshta po fillonte të freskonte rrugët e Tiranës, kur besniku njoftoi një udhëtim pune për në Zvicër. 3 javë duke vlerësuar mundësitë e zgjerimit të kompanisë, mbledhje me investitor ndërkombëtar, darka diplomatike. Zonja Fatmira vetëm tundi kokën, e mësuar me mungesat e djalit, por Arta vuri re një dridhje të lehtë në duart e saj ndërsa mbante filxhanin e çajit.
Kishte diçka në ajër, një tension që ajo nuk mund ta emërtonte, por që i shtrëngonte stomakun. Lajmi më i madh, megjithatë, erdhi menjëherë pas kësaj. Lulieta Berisha, bashkëshortja e Besnikut, do të ishte përgjegjëse për të mbikëqyrur kujdesin ndaj zonjës Fatmira gjatë mungesës së tij. Lajmi ra mbi apartament si një hije e ftohtë. Arta kur nuk kishte pasur shumë marrëdhënie me Lulietën. Gruaja shfaqej rrallë, gjithmonë e patëmet me rrobat e saj të shtrenjta, takat e larta që ushtonin në korridor si shpallje autoriteti dhe parfumet e saj të shtrenjta që dukeshin më shumë si një barierë kimike sesa si një aromë. Në moshën 38 vjeçare, Lulieta kishte bukurinë e ftohtë të dikujt që kishte mësuar herët ta përdorte pamjen si mjet pushteti. E martuar me Besnikun prej 10 vitesh, ajo vinte nga një familje e njohur nga Tirana, ku aleancat ndërtoheshin me buzëqeshje strategjike dhe miqësitë mateshin me atë që mund të sillnin. Martesa kishte qenë, për shumë njerëz, një bashkim i përsosur, ai me paratë, ajo me kontakte. Por për çdo që vëzhgonte me vëmendje, ishte e qartë se ajo marrëdhënie kishte thellësinë e një kartoline, e bukur në sipërfaqe dhe e zbrazët brenda. Zonja Fatmira kur nuk e fsheu shqetësimin e saj me Nusen. Nuk ishte armiqësi e hapur, por një distancë e edukuar, një kujdes për të mos mbetur vetëm me të për shumë kohë, një vështrim që shmangej kur Lulieta hynte në dhomë. Arta kishte vënë re, muajt e fundit, se si e moshuara tërhiqej sa herë që nusja e vizitonte, se si buzëqeshja e saj bëhej e sforcuar, se si përgjigjet e saj bëheshin të shkurtra. Dhe kishte më shumë, incidente të vogla që grumbulloheshin si ret para stuhisë. 3 muaj më parë, Arta e kishte gjetur zonjën Fatmira duke qarë në heshtje në dhomë pas një vizite të Lulietës. Kur e pyeti se çfarë kishte ndodhur, e moshuara vetëm tundi kokën dhe tha se gjithçka ishte në rregull, se ishte vetëm lodhje. Por Arta pa shenjën e kuqe në krahun e saj, sikur dikush ta kishte shtrënguar me shumë forcë. 2 javë më vonë, gjatë një dreke familjare, Lulieta bëri komente se si zonja Fatmira po harronte gjërat, duke sugjeruar para të gjithëve se ndoshta ishte koha për të konsideruar një shtëpi të moshuarish, ku ajo do të kishte kujdes më të specializuar. Heshtja e sikletshme që pasoi u thye vetëm nga Besniku, i cili ndryshoi shpejt temë, por jo para se Arta të shihte shprehjen e panikut në fytyrën e zonjës Fatmira. Kishte gjithashtu ato mizoritë e vogla të maskuara si shqetësim. Lulieta kishte zakonin të kritikonte zgjedhjet e veshjeve të vjerës, duke thënë se disa ngjyra e bënin të dukej më e vjetër ose se disa stile nuk ishin të përshtatshme për dikë të moshës së saj. Vinte në dyshim kujtimet e saj, duke korrigjuar datat dhe emrat me një ton mospërfillës që e bënte zonjën Fatmira të dyshonte te vetja. Dhe gjithmonë ishte ai vështrimi i akullt që dukej se e vlerësonte të moshuarën jo si një person, por si një problem që duhej zgjidhur. Arta kuptoi se nuk ishte vetëm ajo që e vinte re. Besniku, në momentet e tij të shkurtra të pranisë, duke i parehatshëm me ndërveprimet mes gruas dhe nënës, por gjithmonë zgjidhte heshtjen. Ndoshta për komoditet, ndoshta nga frika për t'u përballur me një të vërtetë që do të kërkonte vendime të vështira. Ai ishte i mirë në zgjidhjen e problemeve të biznesit, në mbylljen e kontratave milionere, në parashikimin e trendeve të tregut. Por kur bëhej fjalë për të lexuar hollësitë e marrëdhënieve familjare, ai preferonte të besonte se gjithçka ishte në rregull, se tensionet ishin normale, se koha do t'i zgjidhte. Në prag të udhëtimit, ndërsa Besniku bënte gati valixhet në zyrë, Lulieta u shfaq në apartament më herët se zakonisht. Arta po ndihmonte zonjën Fatmira të bëhej gati për drekë kur dëgjoi tingullin e pagabueshëm të takave të larta në korridor. E moshuara u ngrin menjëherë dhe Arta ndjeu ndryshimin në atmosferë sikur temperatura të kishte rënë 10 gradë. Lulieta hyri në dhomë pa trokitur, si dikush që ndihet tashmë zot i shtëpisë. Ishte mahnitse me një kostum blu të errët që theksonte siluetën e saj, flokët e verdhë të krejur në mënyrë të përsosur që i binin mbi supe, tualeti i patëmet që nxirrte në pas sytë e saj të gjelbër. Por ishte buzëqeshja e saj që shkaktonte më shumë shqetësim, një buzëqeshje që nuk arrinte të sytë, që dukej e ushtruar për të fshehur qëllime që ajo nuk donte t'i zbulonte. E dashur Fatmira, si jeni? Besniku më kërkoi të kaloj këtu dhe të sigurohem që gjithçka do të jetë e përsosur ndërsa ai është larg. E dini sa shumë shqetësohet ai për ju. Zëri ishte i ëmbël, pothuajse mjalt, por Arta vuri re ngurtësinë në supet e zonjës Fatmira, mënyrën se si ajo shtrëngoi lehtë krahun e karriges ku ishte ulur. Jam mirë, Lulieta. Arta kujdeset shumë mirë për mua. Nuk ka nevojë për shqetësime. Oh, e di që Arta është e përkushtuar.
Nusja hodhi një vështrim të shpejt drejt shërbëtores, një vështrim që vlerësonte dhe hidhte poshtë njëkohësisht. Por 3 javë janë shumë kohë. Besniku do të ishte më i qetë duke e ditur se po e mbikëqyr personalisht. Fundja, ju nuk jeni më aq e re dhe disa gjëra mund të ndodhin. Komenti mbeti në ajër si një kërcënim i fshehur. Arta gëlltiti pështymën duke ndjerë një urgjencë në rritje për të mbrojtur zonjën Fatmira, por pa e ditur saktësisht se nga çfarë. Nuk kishte asgjë të qartë në fjalët e Luljetës, asgjë që mund të cilësohej si agresion. Ishte gjithçka delikate, e llogaritur, e helmuar me mirësjellje. E vlerësoj shqetësimin tënd, tha zonja Fatmira me një zë që përpiqej të tingëllonte i fortë, por që dridhej në skaje. Por siç thash, jam në duar të sigurta. Luljeta buzëqeshi sërish, atë buzëqeshje që nuk ngrohte asgjë. Sigurisht, Fatmira. Sigurisht. Vetëm dua të jem e sigurt që gjithçka është në rregull. Ju e kuptoni, apo jo? Bëhet fjalë për përgjegjësi familjare. Pasi Luljeta doli, zonja Fatmira qëndroi në heshtje për minuta të gjata. Arta u afrua ngadalë dhe i kapi dorën, duke ndjerë se si dridhej. Zonjë, jeni mirë? Zonja Fatmira e shikoi me sy që mbanin dekada përvojë, humbje, betejë të heshtura. Arta, më promoto që do të qëndrosh pranë meje, po? Çfarëdo që të ndodh, qëndro pranë meje. Ju premtoj, zonja Fatmira. Ju premtoj. Por ndërsa pasditja kthehej në natë dhe apartamenti zhytej në qetësinë artificiale të lagjes së mbrojtur nga bota, Arta ndjente se ai premtim do të testohej në mënyra që ajo ende nuk mund t'i imagjinonte. Kishte diçka që po formohej në atë shtëpi, një stujë e maskuar si qetësi, dhe ajo kishte sigurinë e tmerrshme se, sapo besniku të nisej për në anën tjetër të botës, maskat do të rrëzoheshin dhe fytyra e vërtetë e Luljetës do të zbulohej. Ndërsa ndihmonte zonjën Fatmira të shtrihej, duke vëzhguar se si e moshuara mbyllte syt me një shprehje lodhjeje që shkonte përtej fizikes, Arta mori një vendim të heshtur. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të ndodhte, nuk kishin rëndësi pasojat, ajo nuk do të lejonte që asgjë e keqe t'i ndodhte asaj gruaje që e kishte mirëpritur jo vetëm si punonjëse, por si dikë të denjë për respekt dhe dashuri. Dhe nëse kjo do të thoshte të përballej me Luljetën, të përballej me frikën, të përballej edhe me rrezikun e humbjes së gjithçkaje që kishte ndërtuar në Tiranë, ashtu qoftë. Sepse disa beteja, Arta e dinte, nuk zgjidheshin. Ato thjesht vinin duke kërkuar që të mbanim një anë. Dhe ana e saj ishte tashmë e vendosur, edhe nëse çmimi i këtij vendimi ishte ende një mister i mbështjellë në hijet e asaj që do të vinte. Mëngjesi kur besniku u nis për në Zvicër, agoi i hirt mbi Tiranë. Rreth e ulta mbulonin rrokaqjet si një mantel i rënd dhe trafiku kishte filluar të rëndohej në akset kryesore kur makina e kompanisë erdhi për ta marrë. Arta ishte zgjuar më herët se zakonisht, një shqetësim në gjoks që nuk e kishte lënë të flinte mirë gjatë natës. Ndërsa përgatiste mëngjesin, duart e saj punonin automatikisht, por mendja e saj ishte plotësisht e përqendruar te zonja Fatmira, e cila ende flinte në dhomën në fund të korridorit. Besniku zbriti me valixhet gati, kostumi i tij ishte i patëmet edhe në atë orë të mëngjesit, celulari tashmë i ngjitur në vesh duke zgjidhur ndonjë çështje të minutës së fundit. Ai kishte atë efikasitet mekanik të dikujt që jeton në lëvizje të vazhdueshme, gjithmonë një hap para të tashmes, gjithmonë duke planifikuar angazhimin e radhës. Arta i shërbeu kafen dhe e vëzhgoi ndërsa ai e piu shpejt, ende duke folur në telefon, duke gestikuluar me dorën e lirë, plotësisht i zhytur në botën e tij korporative. Kur më në fund e mbylli telefonin, ai shikoi Artën me një shprehje që përziente mirënjohjen dhe fajin. Arta, kujdesu mirë për nënën time. Ti e di sa e ndjeshme është ajo. Çdo gjë, çdo problem, më telefono menjëherë. Nuk ka rëndësi ora, diferenca kohore, asgjë. Nëse ke nevojë për mua, unë kthehem. Mos u shqetësoni, zoti besnik. Zonja Fatmira është në duar të sigurta. Ai tundi kokën, por kishte diçka në sytë e tij që Arta nuk mundi ta deshifronte plotësisht. Ndoshta ishte shqetësim, ndoshta peng i lënies së nënës, ose ndoshta një ndjenjë e pakëndshme për lënien e Luljetës në krye. Por ai nuk tha asgjë më shumë, vetëm mori valixhet dhe u drejtua për nga dera. Zonja Fatmira u shfaq në korridor në atë moment, ende me robë de chambre, flokët e bardhë të lëshuar mbi supe, shpreha e përgjumur por e ngarkuar me një trishtim të përmbajtur. Besniku u afrua, e puthi nënën në ballë me butësi të sinqertë dhe përshpëriti diçka që Arta nuk mundi ta dëgjonte.
E moshuara vetëm tundi kokën duke u përpjekur të buzëqeshte, por buzëqeshja nuk i arriti sy. Kur dera u mbyll pas tij, heshtja që pushtoi apartamentin ishte ndryshe. Ishte sikur diçka ishte hequr, një mbrojtje e padukshme që tani e linte hapësirën më të prekshme. Zonja Fatmira qëndroi palvizur për disa sekonda, duke parë derën e mbyllur dhe pastaj psherti u thellë. Ai ka qenë gjithmonë kështu, Arta. Gjithmonë duke vrapuar, gjithmonë i zënë. Kur ishte fëmijë, unë bëja shaka se ai nxitonte të rritej. Tani shoh se ai nxiton të jetoj, por harron të ndaloj dhe ta ndjej vërtet jetën. Arta kapi butësisht krahun e të moshuarës, duke e udhëhequr sërish brenda. Le të pim një kafe të mirë, zonja Fatmira. Kam bërë atë kulaçin me misër që ju pëlqen aq shumë. Mëngjesi kaloi me një qetësi mashtruese. Ato pin kafe bashkë në balkon, duke vëzhguar qytetin që zgjohej poshtë, ndërtesat që dilnin ngadalë nga mjegulla e mëngjesit. Zonja Fatmira tregoi histori nga koha kur besniku ishte fëmijë, se si ai luante në atë apartament kur ishte ende një hapësirë më e vogël, para rinovimeve dhe zgjerimeve që mundësuan paratë. Kishte nostalgji në zërin e saj, por edhe një melankoli që peshonte në çdo fjalë, sikur ajo ta dinte se ato ditë të thjeshta nuk do të ktheheshin kurrë. Ishte vetëm në fillim të pasdites kur Lulieta u shfaq. Arta dëgjoi fillimisht tingullin e çelësit në brav, pastaj hapat e vendosur në hollin e hyrjes. Ajo po ndihmonte zonjën Fatmira të bënte disa ushtrime të lehta fizioterapie, lëvizje që mjeku i kishte rekomanduar për të ruajtur lëvizshmërinë, kur nusja hyri në dhomë. Lulieta ishte ndryshe. Ende elegante, ende e patëmet, por kishte diçka në qëndrimin e saj që ishte më pohuese, më pronësore. Ajo mbante veshur një kostum të bardhë që bënte kontrast me flokët e saj të verdhë, dhe mbante në duar një dosje dokumentesh dhe një çantë të madhe lëkure. Mirëdita, Fatmira. Erdha të shoh se si jeni dhe të organizoj disa gjëra. Besniku më dha një listë me çështje që duhen zgjidhur ndërsa ai është larg. Zonja Fatmira ndërpreu ushtrimet dhe Arta pa menjëherë tensionin që pushtoi trupin e saj. Çfarë lloj çështjesh, Lulieta? Oh, gjëra administrative. Fatura, dokumente, ato burokracitë e mërzitshme që besniku nuk pati kohë t'i zgjidhte para se të udhëtonte. Asgjë për të cilën ju duhet të shqetësoheni. Por kishte diçka në tonin e Lulietës që nuk ftonte në qetësi. Arta mbeti pranë zonjës Fatmira, një prani e heshtur por e palëkundur, dhe kjo qartësisht e shqetësoi nusën. Lulieta hapi dosjen dhe filloi të shpërndante letra mbi tavolinën e mesit. Ishin dokumente mjekësore, fatura të kartave të kreditit, ekstrakte bankare, formular të sigurimeve shëndetësore. Ajo i organizonte me lëvizje precize, si dikush që e dinte saktësisht se çfarë kërkonte. Fatmira, duhet të flasim për shpenzimet tuaja. Duke parë këtu, shoh se keni bërë blerje të panevojshme. Ilaçe që nuk mbulohen nga sigurimi, vizita private të shtrenjta, produkte që mund të zëvendësoheshin me opsione më ekonomike. Zonja Fatmira mbylli syt, e turbulluar. Por, Lulieta, këto janë ilaçet e mia të përhershme. Mjeku i ka përshkruar ato. Po, por duhet të jemi më të vetëdijshëm. Besniku punon shumë për të mbajtur gjithë këtë, dhe shpërdorimi nuk është i pranueshëm. Zëri i Lulietës ishte i prerë, sikur po i shpjegonte diçka të qartë një fëmijë kokfort. Arta ndjeu indinjatën t'i ngjitej në fyt, por ruajti qetësinë. E dinte se çdo ndërhyrje në atë moment mund t'i përkeqësonte gjërat. Por zonja Fatmira, për habin e saj, u përgjigj me një vendosmëri që Arta nuk e priste. Lulieta, këto shpenzime janë të mia. Besniku kur nuk është ankuar për to, unë kam të ardhurat e mia, pensionin tim, kursimet e mia, kishit. Toni i Lulietës ndryshoi, u bë më i ftohtë. Kishit. Por me moshën, Fatmira, është e natyrshme që njeriu të humbas aftësinë për të menaxhuar mirë paratë. Prandaj besniku më kërkoi të marr përsipër këto përgjegjësi. Është për të mirën tuaj. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me tension. Zonja Fatmira shikoi Artën dhe në atë vështrim kishte një kërkesë të heshtur për ndihmë, por edhe një dorëheqje që i theu zemrën shërbëtores. Ishte shpreha e dikujt që kishte humbur tashmë shumë betejë dhe e dinte se kjo do të ishte vetëm një tjetër. Arta, a mund të na lini pak vetëm? Lulieta u kthye nga ajo me një buzëqeshje të ngrirë. Duhet të flas me vjerën time për çështje familjare. Jam e sigurt që e kupton.
Nuk kishte si të refuzonte pa shkaktuar një konflikt të hapur, diçka që Arta e dinte se vetëm do ta dëmtonte zonjën Fatmira. Ajo tundi kokën, por para se të dilte, kapi për pak kohë dorën e të moshuarës, duke e shtrënguar me butësi, duke u përpjekur të përcillte përmes asaj prekjeje të thjeshtë se ajo nuk ishte vetëm. Do të jem në kuzhinë nëse keni nevojë për diçka, zonja Fatmira. Kur Arta mbylli derën, qëndroi jashtë për disa sekonda, zemra i rrite fort. Mund të dëgjonte zërat e mbytur përmes drurit, tonin autoritar të Luljetës që bënte kontrast me përgjigjet gjithnjë e më të dobëta të zonjës Fatmira. Çdo fije e qenies së saj bërtiste për t'u kthyer atje, për të ndërhyrë, për të mbrojtur atë grua që ishte bërë shumë më tepër se një punëdhënëse. Por ajo e dinte se duhej të ishte strategjike. Një lëvizje e gabuar mund t'i kushtonte jo vetëm punën, por edhe aftësinë për të qenë e pranishme për të mbrojtur zonjën Fatmira kur të ishte vërtet e nevojshme. Në kuzhinë, Arta u hoq sikur ishte e zënë duke organizuar dollapët, por veshët i kishte të vëmendshëm ndaj çdo tingulli që vinte nga dhoma. 15 minuta kaluan si 15 orë. Kur më në fund dëgjoi derën të hapej, shkoi te hyrja e korridorit dhe pa Luljetën duke dalë, dosja e dokumenteve tani ishte më e mbushur se kur erdhi. Arta, do të më duhet që të përshtatësh rutinën e Fatmirës. Nusja foli pa e parë drejt për drejt, sikur po i jepte urdhra një objekti të pajetë. Asnjë dalje të panevojshme, asnjë vizitë të paautorizuar. Dhe dua një raport ditor për çdo gjë që ajo bën, ha dhe tholl. E kuptove? Me gjithë respektin, zonja Luljeta, por detyra ime është të kujdesem për zonjën Fatmira, jo ta përgjoj. Luljeta më në fund ktheu fytyrën nga ajo, dhe në atë moment Arta pa maskën t'i rrëshiste paksa. Kishte diçka mizore në ata sy të gjelbër, diçka që i pëlqente pushteti që sapo kishte ushtruar. Detyra jote, Arta, është të bësh atë që të them unë. Apo mendon se ishte besniku ai që të punësoj? Çdo gjë në këtë shtëpi kalon nga unë. Çdo gjë. Dhe nëse do të vazhdosh këtu, sugjeroj ta mbash mend këtë. Pa pritur përgjigje, Luljeta doli, duke lënë pas vetëm jehonën e takave të saj dhe parfumit të shtrenjtë që tani mbante më shumë erë kërcënimi se sa elegance. Arta vrapoi në dhomë dhe gjeti zonjën Fatmira të ulur në divan, duart i dridheshin, fytyra ishte e zbehë. Disa nga dokumentet ishin ende të shpërndara mbi tavolinë, por disa kishin zhdukur. E moshuara shikonte në zbrazët i, dhe kur Arta u afrua, pa lop të heshtur që rridhnin në fytyrën e saj. Zonja Fatmira, çfarë ndodhi? Çfarë tha ajo? Ajo mori letra, Arta. Dokumente të rëndësishme. Tha se duhet të riorganizoj financat e mia, se besniku është i shqetësuar për shpenzimet e mia, por unë e njoh djalin tim. Ai kur nuk ma ka kërkuar këtë. Kur? Arta u ul në gjunjë pranë të moshuarës, duke i mbajtur duart e saj të ftohta. A keni kopje të këtyre dokumenteve? A e dini saktësisht se çfarë mori ajo? Zonja Fatmira tundi kokën, e pa shpresë. Kisha, por ishin të gjitha bashkë në atë dosje. Informacione bankare, prokura, madje edhe kopjen e testamentit që bëra disa vite më parë. Ajo tha se duhej t'i rishikonte të gjitha, të siguronte që çdo gjë ishte në rregull. Por mënyra se si foli, Arta, mënyra se si më shikoi, ishte sikur unë të isha një barë, një problem që duhej zgjidhur. Diçka brenda Artës u thye në atë moment. Shihte gruan e fortë dhe dinjitoze që kishte njohur duke u shpërbër para syve të saj, e reduktuar në një hije të vetvetes nga fjalë të zgjedhura me kujdes për të lënduar pa lënë shenja të dukshme. Ishte një mizori e sofistikuar, e maskuar si shqetësim familjar, dhe prandaj ishte më e rrezikshme. Zonja Fatmira, duhet të telefononi zotin besnik. Ti tregoni se çfarë po ndodh. Nuk mundem. Zëri i të moshuarës ishte i dobët, i mposhtur. Ai i beson asaj. U martua me të. Nëse unë shkaktoj probleme në martesën e tij, do ta humbas përfundimisht. Është djali im i vetëm, Arta. I vetmi që më ka mbetur në botë. Dhe ishte në atë fjali që Arta kuptoi burgun e vërtet në të cilin ndodhej zonja Fatmira. Nuk ishin muret e atij apartamenti luksoz, as mosha e thyrë që kufizonte lëvizjet e saj. Ishte frika nga vetmia absolute, tmerri i humbjes së lidhjes së fundit familjare që i kishte mbetur. Luljeta e dinte këtë dhe e përdorte këtë njohuri si një armë të mpret dhe të heshtur.
Pasditja u kthye në natë dhe Arta qëndroi pranë zonjes Fatmira duke e ndihmuar të qetësoj, duke i përgatitur një çaj kamomili, duke folur butësisht për gjëra të thjeshta dhe ngushëlluese. Por në mendjen e saj, ndërsa shitet të moshuarën që më në fund e zuri gjumi e raskapitur emocionalisht, një siguri po formohej si shkëmb i fortë. Kjo ishte vetëm fillimi. Lulieta kishte treguar kthetrat, por ende po testonte kufit, po maste rezistencën. Dhe nëse askush nuk e ndalonte, nëse askush nuk kishte guximin ta përballonte, ajo që do të vinte më pas do të ishte shumë më keq. Arta shikoi telefonin mbi komodin, u tundua të telefononte besnikun menjëherë, por diçka e mbajti. Nuk kishte prova, vetëm fjalë kundër fjalëve. Dhe Lulieta ishte shumë e aftë për të mos lënë gjurmë. Kështu që ajo duhej të ishte edhe më e kujdesshme, edhe më vigjilente. Çdo bisedë, çdo gjest, çdo moment kur Lulieta të ishte e pranishme, ajo do të ishte aty, duke vëzhguar, duke mbrojtur, duke ruajtur. Sepse nëse zonja Fatmira nuk kishte më forcë të luftonte vetëm, Arta do të luftonte për të, çfarëdo që të ndodhte. Ditët që pasuan nisjen e besnikut ishin si të ecje mbi xhama. Çdo mëngjes, Arta zgjohej me stomakun të shtrënguar, duke mos e ditur se çfarë do të sillte dita. Lulieta kishte vendosur një rutinë vizitash ditore, duke u shfaqur gjithmonë në fillim të pasdites, kur dielli ishte më i fortë dhe apartamenti dukej edhe më i heshtur. Dhe në çdo vizitë, atmosfera bëhej më e rëndë, më shtypse, sikur edhe ajri të bëhej më i vështirë për t'u thithur. Zonja Fatmira kishte ndryshuar dukshëm. Gruaja që dikur buzëqeshte duke treguar histori të vjetra, tani kalonte orë të tëra në heshtje, duke parë nga dritarja pa parë vërtet asgjë. Hante pak, edhe kur Arta përgatiste pjatat e saj të preferuara. Flinte keq, Arta dëgjonte hapat e saj të shqetësuar gjatë natës, duke ecur nëpër korridor si një fantazm në shtëpinë e saj. Dhe më e keqja ishte të shite atë dritë që shkëlqente në sytë e saj duke u shuar ngadalë, e zëvendësuar nga një dorëheqje që dukej se e plakte me vite brenda pak ditësh. Lulieta ishte metodike në mizorinë e saj. Kur nuk bërtiste, kur nuk ushtronte dhunë fizike, por fjalët e saj ishin të zgjedhura me saktësi kirurgjikale për të goditur atje ku dhembi më shumë. Komentonte se si zonja Fatmira po bëhej më e ngadalë, më e harruar, më e varur. Sugjeronte se ndoshta ishte koha për të rishikuar disa privilegje, disa liri që ajo ende i ruante. Flishte për përgjegjësi financiare, për atë se sa shumë sakrifikoi besniku për të mbajtur atë standard jete, se si do të ishte më e drejtë nëse e moshuara do të kontribuonte më pak në shpenzime. Çdo fjali ishte një thik e vogël e mbështjell me letër dhurate. Arta përpiqej të ishte gjithmonë e pranishme gjatë këtyre vizitave, por Lulieta kishte zakonin e bezdishëm të kërkonte që ajo të largohej me ndonjë pretekst. Të merrte diçka në kuzhinë, të kontrollonte nëse rrobat ishin tharë, të organizonte dollapin e dhomës. Gjithmonë diçka që do ta nxirrte nga dhoma për disa minuta të çmuara. Dhe në ato minuta, Arta e dinte, thuheshin gjëra që e linin zonjën Fatmira më të brisht, më të friksuar, më të thyer. Ishte një të enjte, saktësisht një javë pas nisjes së besnikut, kur gjithçka ndryshoi. Dita agoi pazakonisht e nxehtë për atë kohë të vitit në Tiranë. Dielli godiste fort dritaret e apartamentit, duke i kthyer dhomat në sera drite dhe nxehtësie. Zonja Fatmira kishte kaluar një natë veçanërisht të vështirë, duke u zgjuar disa herë me makthe që e linin të turbulluar dhe të frikësuar. Arta kishte qëndruar pranë saj deri në agim, duke i mbajtur dorën, duke kënduar me zë të ulët këngë që gjyshja e saj i këndonte në puk. Gjatë mëngjesit, arritën të vendosnin një rutinë pothuajse normale. Pin kafe në balkon dhe zonja Fatmira madje arriti të buzëqeshte kur Arta tregoi një histori qesharake për një gjel kokfort që kishin në fermën e prindërve të saj. Bën ushtrimet e fizioterapisë dhe e moshuara dukej se po ndihej pak më mirë, pak më e pranishme. Arta filloi të kishte shpresë se ndoshta ajo ditë do të ishte ndryshe, se ndoshta Lulieta nuk do të shfaqej, se ndoshta mund të kishin vetëm një ditë paqeje. Por fati, si gjithmonë, kishte plane të tjera. Lulieta erdhi në mesditë, më herët se zakonisht. Dhe kishte diçka ndryshe te ajo. Lëvizjet e saj ishin më të ashpra, zëri i saj kishte një irritim të fshehur keq, dhe sytë e saj shkëlqenin me diçka që Arta e identifikoi si zemërim të përmbajtur. Ajo mbante me vete një çantë të madhe dhe, çka ishte më keq, një dosje edhe më të mbushur me dokumente sesa në vizitat e mëparshme. Fatmira, duhet të zgjidhim disa çështje të rëndësishme sot. Zëri i Lulietës ishte prerës, pa maskat e zakonshme të mirësjelljes.
Besniku telefonoi më herët dhe është i shqetësuar për disa mospërputhje që gjeta në regjistrat tuaj. Zonja Fatmira, e cila ishte ulur në divanin e dhomës duke u përpjekur të lexonte një revistë, ngriti syt e turbulluar. Çfarë mospërputhjesh? Nuk e kuptoj. Lulieta hodhi disa letra mbi tavolinën e mesit me një gjest që ishte pothuajse i dhunshëm. Shpenzime të paautorizuara, nënshkrime në dokumente që nuk duhej t'i kishit nënshkruar, vendime financiare të dyshimta. Sinqerisht, Fatmira, po filloj të vë në dyshim aftësinë tuaj mendore për të menaxhuar gjërat tuaja. Arta, e cila ishte në kuzhinë duke bërë gati drekën, dëgjoi tonin e bisedës dhe menjëherë u drejtua për nga dhoma. Kur mbërriti, pa zonjën Fatmira duke u përpjekur të ngrihej nga divani, dukshëm e tronditur, duart i dridheshin ndërsa përpiqej të mbështetej në krahët e mobiljes. Më falni, zonja Lulieta, por mendoj se zonja Fatmira ka nevojë të pushoj. Ajo nuk ka fjetur mirë mbrëm. Lulieta u kthye nga Arta me një shprehje përbuzjeje të pastër. Askush nuk e kërkoi mendimin tënd, Arta. Me qëra fjala, me që je këtu, shko në kuzhinë dhe përgatit një çaj. Dhe mos u kthe derisa të thërras. Kishte diçka në tonin e Lulietës që ishte ndryshe këtë herë. Nuk ishte vetëm autoritet, ishte kërcënim. Arta shikoi zonjën Fatmira, e cila shmangu vështrimin e saj, qartësisht e frikësuar se do ta përkeqësonte situatën. Çdo instinkt i bërtiste që të qëndronte, por ajo e dinte se të sfidonte Lulietën hapur në atë moment mund të kishte pasoja më të rënda. Do të përgatis çajin, por do të jem këtu afër nëse keni nevojë për diçka. Arta shkoi në kuzhinë, por e la derën paksa të hapur. Vuri i brikun në zjarr, por i mbajti veshët të vëmendshëm. Mund të dëgjonte zërin e Lulietës duke u ngritur, të dëgjonte zonjën Fatmira duke u përpjekur të shpjegojë, zëri i saj bëhej gjithnjë më i dobët, më i frikësuar. Dhe pastaj dëgjoi diçka që ja ngriu gjakun. Një zhurmë e diçkaje të rëndë që po merrej, një lëvizje e papritur. Pa u menduar dy herë, Arta la gjithçka dhe vrapoi në dhomë. Ajo që pa e la të paralizuar për një pjesë sekonde që u duk se zgjati një amshim. Zonja Fatmira ishte në këmbë në mes të dhomës, qartësisht e pabalancuar, duart i kishte të shtrira para trupit në një gjest mbrojtës. Dhe Lulieta ishte pak hapa larg saj, duke mbajtur një shkop druri që zakonisht qëndronte i ruajtur në dollapin e zyrës. Ishte një objekt që përdorej për ushtrime zgjatjeje, cilindrik, prej drurit të lëmuar, plotësisht i padëmshëm në rrethana normale. Por në duart e Lulietës, i ngritur në atë lartësi, i drejtuar ndaj një të moshuare të pambrojtur, kthehej në diçka tmerruese. Çfarë po bëni? Arta arriti të thoshte, zëri i doli si një fije tingulli. Lulieta nuk e uli shkopin menjëherë. Për disa sekonda të pafundme, ajo qëndroi aty, sytë e fiksuar të zonja Fatmira, e cila kishte filluar të dridhej dukshëm. Nuk ishte për ta goditur, Arta kuptoi me tmerr në rritje. Ishte për ta intimiduar, për të treguar pushtetin, për të bërë të qartë se kush urdhëronte dhe kush bindej. Ishte kontroll përmes tmerrit. Po i mësoi Fatmirës kufi. Zëri i Lulietës ishte i ftohtë, pothuajse i rëndom, sikur po shpjegonte diçka të qartë. Njerëzit e moshës së saj duhet të kuptojnë se nuk mund të bëjnë thjesht çfarë të duan. Kanë nevojë për strukturë, për disiplinë. Arta ndjeu këmbët e saj të lëviznin para se truri i saj të mund të procesonte plotësisht vendimin. Me 3 hapa ishte mes Lulietës dhe zonjës Fatmira, krahët e hapur në një gjest mbrojtjeje fizike. Uleni atë tani. Ju lutem, uleni atë. Lulieta buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje e tmerrshme, e zbrazët nga çdo njerëzi. Ose çfarë, Arta? Çfarë do të bësh saktësisht? Do të thërrasësh policinë? Do t'i tregosh besnikut? Kë mendon se do të besoj ai? Bashkëshorten e tij apo një shërbëtore shtëpie që mezi e nje? Fjalët ishin si helm, por Arta nuk lëvizi. Trupi i saj qëndroi i palëkundur mes kërcënimit dhe zonjës Fatmira, edhe pse për brenda ishte e tmerruar. Pas saj, mund të ndjente të moshuarën duke u dridhur, mund të dëgjonte frymëmarrjen e saj të shpejtë dhe të parregullt, mund të prekte pothuajse tmerrin që buronte prej saj. Kjo nuk është e drejtë. Zëri i Artës doli më i fortë se sa pritej. Ju e dini që kjo nuk është e drejtë. Ajo është një e moshuar, është vjera juaj, është nëna e burrit tuaj. Si mund ta bëni këtë? Për një moment diçka kaloi në fytyrën e Lulietës. Ndoshta ishte faj, ndoshta një shkëndijë ndërgjegjeje.
por u zhduk po aq shpejt sa u shfaq, e zëvendësuar nga ajo maskë e ftohtësisë së llogaritur. Ajo ngadalë uli shkopin, por nuk e lëshoi plotësisht. E mbante në duar duke ledhatuar drurin e lëmuar me gishta, si dikush që ledhaton një armë. Ti nuk e kupton se si funksionon bota, Arta. Zëri i saj tani ishte pothuajse pedagogjik, sikur po i shpjegonte diçka komplekse një fëmije. Njerëzit e prekshëm duhet të kontrollohen për të mirën e tyre. Fatmira po bëhet senile, po merr vendime të gabuara, po kthehet në një rrezik për veten e saj. Dikush duhet të marrë kontrollin para se të jetë tepër vonë. Ajo nuk është senile. Arta ndjeu lotët e zemërimit dhe dëshpërimit t'i digjnin sy. Ajo është e kthjellët, inteligjente, e aftë. E vetmja gjë që po ndodh është se ju po e bëni atë të besoj se nuk është. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me një tension shpërthyes. Lulieta bëri një hap para dhe Arta instinktivisht u tërhoq, duke shtyrë zonjën Fatmira me kujdes pas. Ishte atëherë kur Lulieta bëri diçka edhe më mizore se sa ngritja e shkopit. Me një lëvizje të llogaritur dhe të ftohtë, ajo e la të bjente në dy sheme, kura me një zhurmë të thatë që u shtoi në dhomë. Pastaj u përkul lehtë, sikur do të besonte një sekret dhe foli mjaftueshëm fort që zonja Fatmira ta dëgjonte. Fatmira, e dashur vjerë, mendoj se ka ardhur koha të flasim për të ardhmen tuaj. Ekzistojnë vende të mrekullueshme për njerëzit e moshës suaj, me kujdes profesional, infermier 24 orë, aktivitete të mbikëqyrura. Vende ku nuk do të ishit barë për askën. Besniku po e konsideron seriozisht këtë opsion, e dinit? Ai më kërkoi të hulumtoja. Tha se është I lodhur duke u shqetësuar. Jo. Fjala doli nga zonja Fatmira si një përshpërim e dëshpëruar. Besniku nuk do ta bënte këtë. Ai nuk do ta bënte. Lulieta u afrua më shumë dhe Arta duhej të përdorte gjithë vullnetin e saj për të mos e shtyrë tutje. Nuk do ta bënte? Je e sigurt? Kur ishte hera e fundit që ai kaloi vërtet kohë me ju, Fatmira? Kur ishte hera e fundit që ai zgjodhi të ishte këtu në vend të ndonjë mbledhjeje, ndonjë udhëtimi? Mendon vërtet se ai do të hezitonte t'ju vendoste në një vend ku njerëz të tjerë kujdesen për ju, duke e çliruar atë nga gjithë ky faj që ai ndjen? Fjalët ishin helm I pastër, të zgjedhura për të shkatëruar, për të thyer fijen e fundit të shpresës që zonja Fatmira ende mbante. Dhe funksionuan. Arta ndjeu trupin e të moshuarës të lëshohej pas saj, dëgjoi një tingull nga shërimi të përmbajtur, ndjeu peshën e një mposhtjeje absolute. Mjaft me këtë. Arta bërtiti, zëri I saj më në fund theu kontrollin që po përpiqej të mbante. Ju nuk keni të drejtë të thoni këto gjëra. Nuk keni të drejtë ta shkatërroni atë kështu. Lulieta u tërhoq, por buzëqeshja e saj ishte e fitores. Nuk po shkatërroj, po jam realiste. Dhe ti, Arta, duhet të fillosh të kërkosh një punë tjetër. Sepse kur Fatmira të shkojë atje ku duhet të jetë, ti nuk do të jesh më e nevojshme këtu. Me këto fjalë, ajo mori çantën e saj, rregulloi flokët me një gest që ishte pastër mendje madhësi dhe eci në drejtim të derës. Para se të dilte, u kthye një herë të fundit. Dhe që të jemi të qartë, nëse tenton ti tregosh ndonjë version të deformuar të kësaj besnikut, unë do të sigurohem që ti të mos gjesh më kur punë në Tiranë. Kam kontakte, kam influencë. Një fjalë e imja dhe ti kthehesh në atë fshatin tënd nga ku nuk duhej të kishe dalë kurrë. Dera u mbyll pas saj dhe heshtja që mbeti ishte mbytëse. Arta u kthye ngadalë nga zonja Fatmira dhe e gjeti atë në gjunjë në dy sheme, duart duke mbuluar fytyrën, trupi duke u dridhur nga ngashërimet e heshtura. Shkopi mbetej I rënë pak metra më tej, një simbol memec I gjithçkaje që kishte ndodhur. Arta u ul në gjunjë pranë saj, duke e mbështjell në krahët e saj, duke ndier trupin e brisht të dridhej pas saj. Zonja Fatmira, më falni. Më falni që nuk e ndalova këtë më parë. Më falni që nuk isha mjaftueshëm e fortë. Por zonja Fatmira nuk përgjigjej me fjalë. Vetëm qante, një iqar I thellë që vinte nga një vend dhimbjeje të grumbulluar, frike të pathënë, vetmie që as gjithë paratë e botës nuk mund ta mbushnin. Dhe Arta, duke mbajtur atë grua që përfaqësonte gjithçka që kishte mbetur e mirë dhe dinjitoze në botë, mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Nuk kishin më rëndësi pasojat. Nuk kishte rëndësi nëse humbiste punën, tavanin mbi kokë, referencat. Nuk kishte rëndësi nëse Lulieta përmbushte kërcënimet e saj dhe shkatëronte shanset e saj për të punuar sërish në Tiranë.
Asgjë nga këto nuk kishte më rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte ajo grua në krahët e saj, duke u dridhur nga frika dhe pa shpresa. Ajo që kishte rëndësi ishte të bënte atë që ishte e drejtë, edhe nëse çmimi ishte shumë i larë. Zonja Fatmira, më dëgjoni. Arta mbajti fytyrën e të moshuarës me butësi, duke e detyruar ta shikonte në sy. Do t'i tregojmë Zotit besnik. Do t'i tregojmë gjithçka. Dhe unë do të jem këtu, pranë jush, pa marrë parasysh se çfarë ndodh. A më kuptoni? Nuk jeni vetëm. Kur më nuk do të jeni vetëm ndërsa unë të kem forcë për ta ndaluar. Atë natë, Arta nuk fjeti. Pasi qetësoi zonjën Fatmira dhe e ndihmoi të shtrihej, ajo qëndroi e ulur në koltukun pranë krevatit, duke vëzhguar frymëmarrjen e parregullt të moshuarës, duke parë se si sytë e saj lëviznin shpejt nën qepallat e mbyllura, duke sinjalizuar ëndra të trazuara. Çdo herë që zonja Fatmira lëvizte, duke përshpëritur fjalë të pakuptueshme, Arta i mbante dorën, duke i përshpëritur fjalë qetësuese, duke i premtuar mbrojtje që ajo mezi dinte si ta përmbushte. Agimi erdhi ngadalë, duke sjellë me vete atë dritë të hirtë që i paraprin agimit në Tiranë. Arta kishte marrë një vendim gjatë orëve të errëta të natës. Sapo dita të zbardhej plotësisht dhe të ishte një orar i arsyeshëm në Zvicër, ajo do të telefononte besnikun. Nuk kishte rëndësi se çfarë kishte kërcënuar Lulieta, nuk kishte rëndësi nëse ai nuk do ta besonte atë. Duhej të provonte. Zonja Fatmira e meritonte të paktën këtë. Ishte kur po mendonte saktësisht se çfarë do të thoshte, si do të shpjegonte gjithçka pa u dukur sikur po egzageronte apo po manipulonte situatën, kur dëgjoi një tingull që vinte nga dhoma. Hapa. Por nuk ishin hapat e lehtë dhe hezitues të zonjës Fatmira. Ishin hapa të fortë, burrëror, të vendosur. Zemra e Artës rahu fort. A kishte dërguar Lulieta dik? Apo i përmbushte kërcënimet e saj më herët se sa pritej? U ngrit në heshtje, mori celularin dhe eci deri te dera e dhomës, duke e hapur vetëm paksa. Ajo që pa e la pa frym. Besniku ishte i ndaluar në mes të dhomës, ende i veshur me kostumin e udhëtimit, një valixhe anash, fytyra e shënuar nga lodhja e një fluturimi ndërkombëtar. Por nuk ishte vetëm lodhje. Kishte diçka më shumë në shprehjen e tij, një shqetësim i thellë që bënte që vetullat e tij të mblidheshin ndërsa shikonte përreth apartamentit. Zoti besnik. Arta doli nga dhoma, duke mbyllur derën me kujdes për të mos zgjuar zonjën Fatmira. U kthyet? Mendova se do të ktheheshit pas 2 javësh. Ai u kthye nga ajo dhe Arta pa në sytë e tij një intensitet që kur nuk e kishte vënë re më parë. Diçka ishte gabim, Arta. E ndjeja. Tentova të telefonoja nënën time mbrëm disa herë dhe ajo nuk u përgjigj. Telefonova Lulietën dhe ajo tha se çdo gjë ishte mirë, se nëna ishte vetëm duke fjetur. Por diçka në zërin e saj, nuk di ta shpjegoj, diçka më shqetësoi thellësisht. Anulova mbledhjet, mora fluturimin e parë të mundshëm dhe erdha direkt nga aeroporti. Arta ndjeu lotët të kërcënonin të shpërthenin. Ishte sikur një dig ishte gati të çahej brenda saj, gjithë tensioni i grumbulluar i asaj jave po bënte presion për të dalë. Zoti besnik, duhet të flas me ju. Urgjentisht. Ai e studioi atë për një moment, duke vënë re rrafët e zinj nën sy, zbetësinë në fytyrën e saj, mënyrën se si duart i dridheshin lehtë. Ulu, Arta. Më tregoj gjithçka. Dhe ajo i tregoi. Filloi që nga dita e parë pas nisjes së tij, kur Lulieta filloi të merrte kontrollin mbi dokumentet e zonjës Fatmira. Foli për vizitat ditore që e linin të moshuarën gjithnjë e më të tronditur, për komentet mizore të maskuara si shqetësim, për mënyrën se si Lulieta kishte marrë letra të rëndësishme nga shtëpia. Dhe pastaj, me zërin që i dridhej, tregoi për ditën e djeshme, për shkopin, për kërcënimet e fshehura, për mënyrën se si zonja Fatmira ishte shkatëruar më pas. Besniku dëgjoi gjithçka në heshtje absolute. Shpreha e tij ndryshonte në çdo zbulim, mosbesimi fillestar duke i lënë vendin zemërimit të përmbajtur, pastaj fajit dhe më në fund diçkaje që dukej si dhimbje e thellë. Kur Arta përfundoi, ai qëndroi i heshtur për sekonda të gjata, duart e gërshetuara para trupit, frymëmarrja e rëndë. E dija. Fjalët dolën si një rrëfim i nxjerrë me forcë. E dija që diçka ishte gabim. Gjithmonë e kam ditur. Në 2 vitet e fundit, vura re gjëra të vogla. Mënyrën se si Lulieta fliste për nënën time kur mendonte se nuk po i kushtoja vëmendje.
Komente delikate se si do të ishte më lehtë nëse nuk do të duhej të shqetësoheshim për të. Vështrime që zgjasnin një sekond më shumë se sa duhej. Por unë i ignorova. I thash vetes se po imagjinoja gjëra, se ishte vetëm stresi i punës që më bënte të shija probleme atje ku nuk ekzistonin. Ai u ngrit papritur dhe eci deri te dritarja, duke parë qytetin që po fillonte të zgjohej poshtë. Dhe e dini çfarë është më e keqja, Arta? Është se një pjesë e imja nuk donte të shite. Sepse po të shite, do të duhej të bënte diçka për këtë. Do të duhej të përballej me Lulietën, do të duhej të pranonte se bëra një zgjedhje të gabuar, do të duhej të pranonte se vura nënën time në rrezik duke u martuar me atë grua. Ishte më lehtë të hiqesha sikur çdo gjë ishte në rregull. Arta u afrua ngadalë. Ju jeni këtu tani. Kjo është ajo që ka rëndësi. Jam vonë. Zëri i tij ishte i ngarkuar me peng. Sa dëm është bërë tashmë? Sa net nëna ime kaloi me frikë në shtëpinë e saj ndërsa unë isha në anën tjetër të botës duke mbyllur biznese? Para se Arta të mund të përgjigjej, dëgjuan një tingull që vinte nga dhoma. Zonja Fatmira ishte zgjuar. Besniku u drejtua menjëherë atje dhe Arta e ndoqi. Kur hapën derën, gjetën të moshuarën të ulur në krevat, sytë e hapur të imase, shpreha e turbulluar kur pa djalin e saj aty. Besnik? U ktheve? Por unë mendova se... Nën. Ai u ul në gjunjë pranë krevatit, duke i mbajtur duart e saj me butësi. Më fal. Të lutem, më fal për gjithçka. Zonja Fatmira e shikoi atë, pastaj Artën, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Fytyra e saj ende mbante shenjat e një nate të fjetur keq dhe sytë e saj ishin të fryrë nga të qarët. Të fal? Por bir, ti nuk bëre asgjë. Bëra po. Bëra më të keqen që një djalë mund të bëj. Të lash të prekshme. Të lash vetëm me dikë që kur nuk duhej të kishte hyrë në këtë familje. Ishte atëherë kur dera e hyrjes u hap. Lulieta kishte mbërritur duke përdorur çelsat e saj siç bënte gjithmonë, gati për një tjetër ditë vizite. Takat e saj të larta njoftuan praninë e saj para se ajo të shfaqej në korridor. Kur hyri në dhomë dhe pa besnikun aty, fytyra e saj kaloi nëpër një seri të shpejtë shprehjesh, surprizë, nervozizëm dhe pastaj ajo maskë e bashkëshortes së shqetësuar që ajo e përdorte aq mirë. Besnik. I dashur. U ktheve. Pse nuk më njoftove? Do të kisha ardhur të merrja në aeroport. Ajo u afrua për ta puthur, por ai u largua duke u ngritur ngadalë nga pozicioni i ulur në gjunjë pranë krevatit të nënës. Lulieta, duhet të flasim. Zëri i tij ishte i ftohtë, i kontrolluar, por kishte një rrymë zemërimi pikërisht nën sipërfaqe. Ajo mbylli sytë, e turbulluar nga toni. Sigurisht, shpirt. Për çfarë? Për atë që ke bërë këtu në mungesën time. Për mënyrën se si e ke trajtuar nënën time. Për dokumentet që ke marrë. Për dje. Fytyra e Lulietës ndryshoi paksa. Maska nuk ra plotësisht, por u qa në skaje. Nuk e di për çfarë po flet. Unë erdha çdo ditë të kujdesesha për Fatmirën, siç më kërkove. Ishte e vështirë, ajo po bëhet më e turbullt, më e vështirë për t'u trajtuar, por unë u përpoqa të bëja më të mirën. Arta bëri një hap para. Kjo nuk është e vërtetë. Ju e dini që nuk është. Lulieta u kthye nga ajo me sy që lëshonin rrufe. Ah, tani e kuptoj. Ajo ktheu vështrimin nga besniku. Shërbëtorja ta mbushi kokën me gënjeshtra, apo jo? Të thash që kjo do të ndodhte. Ajo është e fiksuar pas nënës sate, kërkon të bëhet e pasvendësueshme, ndoshta e ka syrin të ndonjë lloj shpërblimi financiar. Mjaft. Zëri i besnikut preu ajrin si një te. Mjaft gënjeve, Lulieta. Fola me Artën. Dëgjova gjithçka. Dhe para se të vazhdosh me këtë narrativ, dua të më thuash saktësisht se çfarë i the nënës sime dje. Fjalë për fjalë. Lulieta hezitoi. Ishte hera e parë që Arta e shihte atë vërtet të pasigurt. Nuk e mbaj mend saktësisht. Ishin biseda normale për kujdesin, për përgjegjësi. Ti more një shkop. Besniku bëri një hap në drejtim të saj. Ti more një shkop dhe trembe një grua 73 vjeçare. Nënën time. Dhe pastaj the gjëra për ta vendosur në një institucion.
Më thuaj, Lulieta, a të kërkova unë ndonjëherë të hulumtoje për këtë? A sugjerova ndonjëherë se doja të hiqja qafe në nënën time? Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Lulieta hapi gojen për t'u përgjigjur, e mbylli sërish dhe pastaj shpreha e saj ndryshoi plotësisht. Maskara. Ajo që mbeti ishte zemërim i pastër, pa filtra. Duan të dish të vërtetën, besnik? E vërteta është se jam e lodhur. E lodhur duke u hequr sikur më pëlqen ajo, e lodhur duke ardhur këtu dhe duke u sjell sikur më intereson, e lodhur nga gjithë kjo farsë e familjes së lumtur. Nëna jote ka qenë gjithmonë një barë, gjithmonë një pengesë. Dhe po, unë e mora atë shkop. Jo për ta goditur, por për t'i treguar se kush urdhëron këtu. Për të bërë të qartë se ajo nuk është më asgjë tjetër veç se një plak e bezdishme që është në rrugë. Fatmira nuk është asgjë për ty. Besniku mezi po e kontrollonte zërin. Ajo është nëna ime. Është gruaja që më rriti, që ndërtoi gjithçka që kam sot. Si guxon të flasësh kështu për të? Sepse është e vërteta. Lulieta pothuajse bërtiti. Dhe e di çfarë tjetër është e vërtetë? Ti kur nuk e ke dashur atë vërtet. Po ta doje, nuk do të kalonje më shumë kohë në zyrë se sa këtu. Po ta doje, nuk do të kishit nevojë për një shërbëtore për t'u kujdesur për të. Ti je po aq i munguar sa unë jam indiferente. Diferenca është se unë jam e sinqert për këtë. Fjalët ranë si bomba në dhomë. Zonja Fatmira filloi të qante në heshtje dhe Arta menjëherë shkoi te ajo duke e përqafuar. Besniku qëndroi palvizur, fytyra e zbeth, sikur të kishte marrë një grusht në stomak. Ke të drejtë. Zëri i tij doli i ulët, i thyer. Ke absolutisht të drejtë. Kam dështuar si djalë. Zgjodha punën, zgjodha karrierën, zgjodha çdo gjë përveç se të isha i pranishëm kur ajo kishte më shumë nevojë. Por kjo nuk të jep ty të drejtën ta keq trajtosh. Kjo nuk të jep të drejtën ta tmerrosh në shtëpinë e saj. Lulieta kryqëzoi krahët, fytyra e saj ishte një maskë për buzëje. Dhe çfarë do të bësh për këtë, besnik? Do të divorcohesh nga unë? Mirë, shpresoj të jesh i përgatitur për betejën gjyqësore që po vjen. Kam avokat të shkëlqyer. Kam lidhje. Dhe kam prova që ti e ke lënë pas dore nënën tënde për vite me radhë. Mund ta kthej këtë kundër teje aq lehtë. Besniku bëri një hap prapa, sikur kishte nevojë për distancë fizike nga ajo grua që ai mendonte se e njihte. Dil jashtë. Tani. Merr gjërat e tua dhe dil nga kjo shtëpi. Me kënaqësi. Lulieta u kthye, por para se të dilte, hodhi një vështrim të fundit helmues për të gjithë në dhomë. Por kjo nuk mbaroi. As afër saj. Do të pendoheni. Kur dera u përplas pas saj, heshtja që mbeti ishte ndryshe. Nuk ishte paqe, por çlirim. Sikur një peshë mbytëse të ishte hequr nga ajri. Besniku u kthye pranë nënës, duke u ulur sërish në gjunjë pranë krevatit. Nën, më vjen shumë keq. Aq shumë. Do të bëj më mirë. Premtoj se do të bëj më mirë. Zonja Fatmira, me lotët që i rridhnin në fytyrë, mbajti fytyrën e djalit me duart e saj dridhëse. Bir, ti u ktheve. Kjo është ajo që ka rëndësi. Ti u ktheve. Por kishte një gjë të fundit që duhej zgjidhur. Besniku u kthye nga Arta. Ti shpëtove nënën time. Kur unë dështova, kur mungova, kur mbylla syt para asaj që po ndodhte, ti qëndrove. Ti e mbrojte atë. Si mund të falenderoj për këtë? Arta tundi kokën. Nuk keni nevojë të më falenderoni, zoti besnik. Unë bëra atë që çdo person i denjë do të bënte. Jo. Zëri i tij ishte i fortë. Shumë njerëz nuk do ta bënin. Shumë njerëz do të zgjidhnin heshtjen, sigurinë e punës, frikën nga konflikti. Por ti zgjodhe të drejtën, edhe duke rrezikuar gjithçka. Dhe unë kur nuk do ta harroj këtë. Ishte atëherë kur besniku u kujtua për diçka. Lulieta mori dokumente nga këtu, the. Arta, e di se ku i ka ruajtur? Jo, por ajo përmendi se duhej të riorganizonte financat e zonjës Fatmira. Ndoshta ka lënë diçka këtu rreth e rrotull. Filluan të kërkonin. Fillimisht në dhomë, pastaj në zyrë. Ishte zonja Fatmira, ende e brish, por duke dashur të ndihmonte, ajo që u kujtua. Dollapi. Ajo gjithmonë ruante gjëra në dollapin e dhomës së miqve.
thoshte se askush nuk shikonte atje. Besniku hapi dollapin dhe, të fshehura në batanie të vjetra, gjeti një kuti. Brenda saj, dokumente që zbulonin shumë më tepër se sa prisnin. Ilaçe me receta të skaduara që kur nuk ishin rinovuar, raporte mjekësore të analizave që duhej të ishin dorëzuar besnikut, por që ishin ndaluar nga Luljeta, dhe një dokument që ia ngriu gjakun. Një formular pranimi për një institucion pushimi për të moshuar, tashmë pjesërisht i plotësuar me të dhënat e zonjës Fatmira, i datuar 3 muaj më parë. Ajo po e planifikonte këtë prej kohësh. Besniku mbante letrat me duar dridhëse. Ndërsa unë i besoja asaj, ndërsa mendoja se po e lija nënën time në duar të sigurta, ajo po ndërtonte sistematikisht një rast për ta nxjerrë atë nga këtu. Arta shikoi dokumentet dhe ndjeu përzierje. Ishte më keq se sa e kishte imagjinuar. Nuk ishte vetëm mizori momentale, ishte neglizhencë e planifikuar, e llogaritur, e ekzekutuar pak nga pak që askush të mos e vinte re derisa të ishte tepër vonë. Por kishte edhe një gjë tjetër në kuti. Një kopje e testamentit të zonjës Fatmira me shënime dhe shpjegime në margjina të bëra nga Luljeta. Dhe një klauzol specifike ishte rrethuar me të kuqe, ajo që përcaktonte se Arta duhej të qëndronte si kujdestare e zonjës Fatmira në çdo rrethan, një mbrojtje që vetë e moshuara kishte futur fshehurazi muaj më parë, sikur të ndjente se një ditë do të kishte nevojë për dikë tek i cili të besonte pa kushte. Ditët që pasuan daljen e Luljetës ishin si zgjimi nga një makt i zgjatur. Apartamenti, që për aq shumë kohë ishte dukur si një burg i artë ku frika qëndronte e padukshme mes mureve, filloi ngadalë të shndërrohej sërish në vatër. Por rikuperimi nuk do të ishte i shpejt as i thjeshtë. Plagët psikologjike kërkojnë kohë për të shëruar, dhe zonja Fatmira mbante shenja të thella që do të shkonin përtej asaj që çdo ilaç mund të shëronte. Besniku anuloi të gjitha udhëtimet dhe angazhimet e tij për 2 muajt e ardhshëm. Për herë të parë në vite, vuri familjen mbi biznesin duke deleguar përgjegjësitë te partnerë të besuar dhe duke përdorur teknologjinë për të marrë pjesë në mbledhje nga distanca. Mëngjeset e tij tani fillonin jo me telefonata urgjente nga investitorët, por me kafe në balkon pranë nënës, duke dëgjuar histori që ai kuptoi se i kishte lënë pas dore për shumë kohë. Kishte një faj të vazhdueshëm në sytë e tij, një peshë që Arta e dinte se do t'i duheshin vite që ai ta procesonte plotësisht. Zonja Fatmira, nga ana e saj, lëkundej mes momenteve të kthjellësisë befasuese dhe episodeve të turbullimit emocional. Ndonjëherë zgjohej në mes të natës, e frikësuar, duke thirrur Artën me zë dridhës, e sigurt se Luljeta ishte kthyer. Herë të tjera, ulej në heshtje për orë të tëra, duke parë në zbrazët e tij, e humbur në mendime që ajo nuk mundte ose nuk donte t'i ndante. Arta qëndronte gjithmonë aty pranë, një prani e vazhdueshme dhe ngushëlluese, duke i mbajtur dorën kur dridhjet ktheheshin, duke i përshpëritur fjalë të buta kur makthet e vizitonin. Ishte një javë pas dëbimit të Luljetës kur ndodhi zhvillimi i parë i papritur. Besniku ishte në zyrë duke organizuar letrat kur mori një telefonat që e la dukshëm të shqetësuar. Ishte Dritani, vëllai i tij më i vogël, me të cilin nuk kishte folur prej gati 5 vitesh. Marrëdhënia mes tyre ishte përkeqësuar pasi Dritani kishte vënë në dyshim publikisht disa vendime biznesi të besnikut, duke akuzuar atë se ishte bërë aq i fiksuar pas parave sa kishte harruar vlerat që prindërit u përpoqen t'u mësonin. Diskutimi që pasoi ishte aq i fortë sa vëllezërit ndërprerën kontaktin, duke u takuar vetëm në data të detyrueshme si Krishtlindjet, ku shkëmbenin përshëndetje të ftohta dhe të largëta. Besniku e vuri telefonin në altoparlant dhe Arta, e cila ishte në dhomën ngjitur, arriti të dëgjonte zërin e Dritanit. Ishte një zë i ngjashëm me atë të vëllait, por i ngarkuar me një intensitet tjetër, më të ashpër, më të drejtë për drejtë. Besnik, mora një telefonat të çuditshme sot. Dikush më tregoi për probleme që përfshin maman dhe gruan tënde. Ose më sakt, ish gruan tënde, nga sa kuptova. Është e vërtetë? Besniku mori frym thellë para se të përgjigjej. Është e vërtetë. Luljeta po e keq trajtonte nënën. Unë isha duke udhëtuar, nuk i pash shenjat, dhe kur u ktheva, ishte pothuajse tepër vonë. Pati një pauzë të gjatë në anën tjetër të linjës. Të paralajmërova për të, Besnik. E mban mend? Në dasmën tënde, të thash se kishte diçka gabim te ajo grua. Por ti nuk deshe të dëgjoje. The se isha xhelos, se ishte zilja për suksesin tënd. E di. Zëri i Besnikut ishte i ngarkuar me peng. Ke pasur të drejtë. Për të, për mua, për gjithçka.
Jam bërë saktësisht ai që the se do të bëhesha. Një burr i pasur dhe i vetmuar që harroi atë që ka vërtet rëndësi. Një tjetër heshtje. Pastaj Dritani foli sërish dhe këtë herë zëri i tij ishte më i bull. Po kthehem në Tiranë. Duhet të shoh maman. Dhe duhet të flasim, ti dhe unë. Për shumë gjëra. Kur Dritani mbërriti 2 ditë më vonë, Arta pa menjëherë ngjashmërinë dhe dallimet mes vëllezërve. Dritani ishte pak më i shkurtër se Besniku, mbante mjekër dhe kishte një stil më të rëndomt, gjinse dhe këmish në vend të kostumit të patëmet të vëllait. Por ishte në sy ku dallimi ishte më i madh. Aty ku Besniku mbante faj dhe lodhje, Dritani sillte një intensitet të zjarrt, një pasion për drejtësi që ai kur nuk e kishte humbur pavarësisht zhgënjimeve. Ai përqafoi zonjën Fatmira me një butësi që solli lot në sytë e të moshuarës. Mama, më fal që qëndrova larg. Isha i zemëruar me Besnikun, por përfundova duke të dënuar edhe ty, kjo ishte e padrejtë. Zonja Fatmira mbajti fytyrën e djalit të vogël me duar. Djali im. Ti je këtu tani. Të dy jeni këtu. Kjo është gjithçka që ka rëndësi. Por Dritani nuk kishte ardhur vetëm për t'u pajtuar. Ai solli informacione që ndryshuan perspektivën e gjithçkaje. Si avokat i specializuar në të drejtën familjare dhe mbrojtjen e të prekshmëve, ai kishte hulumtuar për Luljetën sapo kishte marrë vesh për ngjarjen. Dhe ajo që zbuloi ishte shqetësuese. Besnik, Luljeta nuk është fillestare në këtë. Dritani shpërndau dokumente mbi tavolinën e dhomës. Ajo ka një model. Para teje, ka qenë e martuar 2 herë. Të dy bashkëshortët ishin burra më të moshuar, të vej, me prindër të moshuar. Në të dyja rastet, të moshuarit përfundimisht u vendosën në institucione dhe Luljeta mbeti me akses në pjesë të konsiderueshme të trashëgimisë përmes marrëveshjeve të divorcit të planifikuara strategjikisht. Besniku u zbe. Po thua që ajo më zgjodhi mua specifikisht sepse kisha një nën të moshuar? Po them se ajo ka një modus operandi. Martohet me burra të suksesshëm që lën pas dore familjet e tyre, fiton besimin, izolon të moshuarit, krijon situata që justifikojnë institucionalizimin e tyre dhe pastaj përfiton nga kjo. Është e llogaritur, metodike dhe, më e keqja, teknikisht e lishme në shumicën e rasteve. Arta, duke dëgjuar atë, ndjeu një të ftohtë në shtyllën kurrizore. Zonja Fatmira kishte pasur të drejtë gjatë gjithë kohës. Nuk ishte paranoj, nuk ishte turbullim mendor. Ishte instinkt mbijetese para një grabitçari. Ishte atëherë kur erdhi një letër e rekomanduar. Ishte anonime, por përmbajtja ishte shpërthyese. Një grua e quajtur Teuta, e cila kishte punuar si kujdestare e zonjes Fatmira 2 vite më parë, shkruante me detaje se si ishte bërë presion nga Luljeta për të ignoruar disa nevoja të moshuarës, për të raportuar rrejshëm mbi gjendjen e saj mendore dhe për të marrë pjesë në një narrativ se zonja Fatmira po humbiste aftësinë për t'u kujdesur për veten. Kur Teuta refuzoi dhe kërcënoi se do t'i tregonte Besnikut, u pushua nga puna nën akuza të rreme për vjedhje. Ajo kishte qëndruar në heshtje nga frika e hakmarrjes, por kur dëgjoi thashë themet se Luljeta më në fund ishte ekspozuar, gjeti guximin për të folur. Besniku e lexoi letrën me zë të lartë dhe në çdo paragraf shpreha e tij bëhej më e zymë. Kur përfundoi, shikoi nënën e tij me sy të mbushur me lodh. Sa njerëz u përpoqën të më paralajmëronin? Sa shenja ignorova? Dritani vuri dorën në supin e vëllait. Ajo që ka rëndësi tani është se çfarë do të bësh prej këtu e tutje. Dhe unë sugjeroj të përgatitemi. Sepse Luljeta nuk do ta pranoj këtë humbje lehtë. Ai kishte të drejtë. Një javë më vonë, avokatët e Luljetës ranë në kontakt. Ajo po ngrinte një padi për shpifje kundër Besnikut dhe Artës, duke pretenduar se kishin konspiruar për të shkatëruar reputacionin e saj me akuza të rreme. Kërkonte një dëm shpërblim financiar substancial dhe gjysmën e pasurisë bashkëshortore, duke përfshirë 1% të trashëgimisë së ardhshme të zonjes Fatmira, duke u bazuar në klauzola të kontratës martesore që ajo kishte manipuluar me mjeshtëri vite më parë. Betejë gjyqësore do të zgjaste me muaj, shpjegoi Dritani, por ata kishin diçka që Luljeta nuk e priste, prova konkrete. Dokumentet e fshehura, dëshminë e Teutës dhe tani edhe modelin e sjelljes në martesat e mëparshme. Përveç kësaj, Dritani kishte arritur kontaktin me një nga ish-vjerrat e Luljetës, një zonjë 80 vjeçare që ende ishte e traumatizuar nga përvoja dhe ishte e gatshme të dëshmonte.
Ndërsa aspektet ligjore zhvilloheshin, jeta në apartament filloi të gjente një ritëm të ri. Besniku punsoi një terapist të specializuar në traumën psikologjike për të punuar me zonjën Fatmira. Seancat ishin të vështira, shpesh duke e lënë të moshuarën emocionalisht të raskapitur, por pak nga pak ajo filloi të procesonte atë që kishte jetuar, të emërtonte frikërat që më parë ishin shumë të mëdha për t'u thënë me zë të larë. Arta merrte pjesë në disa nga këto seanca, me kërkesë të zonjës Fatmira. Dhe ishte gjatë një prej tyre që terapistja bëri një vëzhgim të rëndësishëm. Zonja Fatmira nuk vuante vetëm nga trauma e fundit me luljetën. Ajo mbante vite të tëra vetmje të grumbulluar, ndjenjen e të qenit barë për djalin, besimin se vlera e saj ishte zvogëluar me moshën. Luljeta vetëm kishte shfrytëzuar plagët që ekzistonin tashmë. Besniku, i pranishëm në atë seancë specifike, duhej të dilte nga dhoma në mes për t'u qetësuar. Kur u kthye, sytë e tij ishin të kuq. Kalova vite duke ndërtuar një perandori, duke mbyllur biznese milionere, duke u njohur në revista biznesi. Por dështova në të vetmen gjë që vërtet kishte rëndësi, ta bëja nënën time të ndihej e dashur dhe e vlerësuar. Nuk është vonë, tha terapistja butësisht. Pendimi është i dobishëm vetëm nëse çon në ndryshim. Dhe besniku ndryshoi. Jo brenda natës, por në mënyrë konsistente, ditë pas dite. Ai riorganizoi gjithë jetën e tij, duke refuzuar të kthehej në ritmin e çmendur të mëparshëm. Filloi të drekonte me nënën çdo ditë, ta dëgjonte atë të fliste për ëndrat e saj të vjetra, për atë që ajo do të donte të bënte me kohën që i kishte mbetur. Dhe bashk, filluan të bënin lista. Vende që ajo donte të vizitonte, receta që donte të mësonte t'i bënte sërish, libra që donte të lexonte. Marrëdhënia mes besnikut dhe dritanit gjithashtu u shërua gradualisht. Ata kaluan net të gjata duke biseduar, ndonjëherë duke u grindur, por gjithmonë me sinqeritet. Dritani ndihmoi besnikun të shihte se si kërkimi për sukses financiar ishte bërë një ikje nga prekshmëria emocionale. Besniku ndihmoi dritanin të kuptonte se jo çdo sukses ishte i zbrazët, se ishte e mundur të kishte të dyja, realizimin profesional dhe lidhjet njerëzore domethënëse. Ishte gjatë një prej atyre netëve të bisedës, kur të dy kishin pirë tashmë disa gota verë dhe mbrojtjet ishin të ulta, kur dritani më në fund hapi zemrën për diçka që e mundonte prej vitesh. Besnik, duhet të tregoj diçka që kur nuk kam pasur guximin ta them. Kur babai vdiq, unë isha aq i humbur, aq i frikësuar. Ti ishe më i madhi, i forti, ai që mori përsipër çdo gjë pa u lëkundur. Unë të admiroja aq shumë për këtë, por edhe të urreja pak. Sepse ti dukej se nuk kishit nevojë për askënd, nuk shfaqje dobësi, ndërsa unë po shpërbëhesha për brenda. Besniku shikoi vëllan me surprizë. Edhe unë po shpërbëhesha, dritan. Diferenca është se mësova ta fsheh mirë. Dikush duhej të mbante çdo gjë në punë, të mbante kompaninë në këmbë, të kujdesej për faturat. Kështu që gëlltita dhimbjen time dhe vazhdova para. Por kjo më kushtoi. Më kushtoi aftësinë time për të ndier, për të lidhur. U bëra një makinë efikase por e zbrazët. Vëllezërit u përqafuan atë natë, duke qarë bashkë për herë të parë që nga varrimi i babait 15 vite më parë. Ishte sikur një mur që ishte ndërtuar tull pas tulle gjatë dekadave më në fund u shemb, duke lejuar që të ktheheshin të ishin vetëm dy vëllezër që donin njëri tjetrin, që kishin humbur rrugën, por që tani kishin shansin të rindërtonin diçka të vërtetë. Zonja Fatmira, duke dëshmuar atë pajtim, ndjeu diçka brenda saj të shërohej gjithashtu. Gjatë viteve kishte mbajtur fajin se nuk kishte arritur t'i mbante djemt të bashkuar pas vdekjes së burrit. Tani, duke i parë ata të ulur krah për krah në balkon, duke qeshur me kujtime të vjetra dhe duke planifikuar të ardhmen bashkë, ajo kuptoi se ndonjëherë familjet duhet të thyen plotësisht për të mund të rindërtohen në mënyrë më të fortë dhe autentike. Dhe Arta, në qendër të gjithë asaj, mbeti si speranca që mbante familjen të bashkuar. Zonja Fatmira kishte insistuar që testamenti të përditësohej formalisht, duke përfshirë dispozita të qarta që garantonin jo vetëm që Arta do të mbetej si kujdestare e saj, por që do të trajtohej si anëtare e familjes në çdo kuptim. Besniku shkoi më tej, duke i ofruar Artës një rritje substanciale të rrogës, një dhomë më të madhe dhe më komode në apartament, dhe premtimin se kur më nuk do të duhej të kishte frikë për pozicionin apo sigurinë e saj. Por për Artën, pagesa e vërtet nuk ishte te parat. Ishte në momentet e heshtura në balkon me zonjën Fatmira, kur e moshuara i mbante dorën dhe thoshte, ti më shpëtove.
Ishte në buzëqeshjet e sinqerta që filluan të ktheheshin në fytyrën më parë aq të trishtuar. Ishte në faktin se e dinte se kishte bërë zgjedhjen e drejtë, edhe kur dukej e pamundur. 6 muaj pas ditës kur çdo gjë shpërtheu, jeta kishte gjetur një ekuilibër të ri. Procesi kundër Luljetës po përparonte dhe avokatët e Dritanit ishin besimplot se ajo jo vetëm do të humbiste, por do të përballej me pasoja ligjore për neglizhencë dhe abuzim psikologjik. Ish vjerat e martesave të saj të mëparshme kishin formuar një front të bashkuar, duke ndarë historitë e tyre dhe duke krijuar një rast që ishte e pamundur të injorohej. Zonja Fatmira, edhe pse ende mbante plagë emocionale, ishte dukshëm më mirë. Buzëqeshja e saj u kthye, zëri i saj mori forcë sërish dhe ajo filloi të merrte pjesë në aktivitete që i kishte braktisur, si klubi i saj i leximit dhe mësimet e pikturës me akuarel. Besniku punsoi një fizioterapiste që vinte 3 herë në javë dhe përmirësimi fizik shoqëroi rikuperimin emocional. Por ndoshta ndryshimi më domethënës ishte në mënyrën se si ata lidheshin me njëri tjetrin. Nuk ishte më një familje jo funksionale e mbajtur bashkë vetëm nga detyrimi dhe faji. Ishte një familje që ishte përballur me anën e saj më të errët dhe kishte zgjedhur aktivisht të bënte ndryshe. Besniku mësoi t'i thoshte jo punës kur prania e tij ishte e nevojshme në shtëpi. Dritani filloi të vizitonte rregullisht, duke sjellë me vete një lehtësi që të gjithë kishin harruar se ishte e mundur. Dhe Arta, e cila kishte mbërritur në atë shtëpi si shërbëtore, tani trajtohej dhe dohej si vajzë. Në një pasdite të diele, gati një vit pasi çdo gjë kishte filluar, ata ishin të gjithë të mbledhur në balkon. Besniku kishte përgatitur një barbecue, diçka që ai e bënte shpesh kur ishte më i ri, por e kishte braktisur në nxitimin e jetës korporative. Dritani i binte kitarës, instrument që e kishte mësuar në adoleshencë dhe e kishte rizbuluar së fundmi. Zonja Fatmira ishte e ulur në karrigen më komode, një batanie mbi këmbë pavarësisht nxehtësisë, duke buzëqeshur ndërsa vëzhgonte djemtë e saj. Arta solli një brok me limonadë që kishte përgatitur dhe kur u ul, zonja Fatmira i kapi dorën. E di, Arta, ndonjëherë mendoj se çdo gjë ndodhi për një arsye. Po të mos ishte për Luljetën, për aq e tmerrshme sa ishte, besniku kur nuk do të ishte zgjuar. Dritani kur nuk do të ishte kthyer. Dhe ti kur nuk do të ishe bërë pjesë e kësaj familjeje në formën që je tani. Arta i shtrëngoi dorën mbrapsht, duke ndier lotët që donin të buronin, por duke i mbajtur nën kontroll. Nuk e di nëse besoj se gjërat e këqija ndodhin për një arsye, zonja Fatmira. Por besoj se mund të zgjedhim se çfarë të bëjmë me to dhe ju zgjodhet dashurinë. Zgjodhet ndryshimin. Kjo është ajo që ka rëndësi. Besniku ngriti gotën e tij me lëng. Një dolli. Për shanset e dyta. Për familjet e papërsosura që zgjedhin të përmirësohen. Dhe për njerëzit guximtar si Arta që na kujtojnë se çfarë do të thotë vërtet të mbrosh dik. Të gjithë ngritën gotat e tyre dhe në atë moment, me diellin që perëndonte mbi Tiranë dhe ngjyroste qiellin me nuanca të portokallisë dhe rozës, Arta ndjeu diçka që nuk e kishte ndier prej shumë kohësh, sigurinë absolute se ishte saktësisht aty ku duhej të ishte. Muajt që pasuan sollën përfundimin e procesit gjyqësor. Luljeta u shpall fajtore për neglizhencë emocionale dhe abuzim psikologjik. Humbi të gjitha të drejtat mbi trashëgimin e besnikut dhe u dënua të paguante një dëmshpërblim substancial jo vetëm për zonjën Fatmira, por edhe për viktimat e martesave të saj të mëparshme. Përveç kësaj, u përfshi në një regjistër të personave të ndaluar të punonin me të moshuar ose të prekshëm. Dritani, i cili udhëhoqi rastin me pasion të palodhshëm, e shndërroi atë fitore në një kauzë më të madhe, duke filluar të punonte në legjislacion për të mbrojtur më mirë të moshuarit nga abuzimet psikologjike që nuk lënë shenja fizike por shkatërrojnë jetë. Zonja Fatmira përdori një pjesë të dëmshpërblimit për të krijuar një fond që ndihmonte punonësit shtëpiak të denonconin abuzimet pa frikë nga hakmarrja. Fondi mbante emrin e Artës, diçka që e reja u përpoq ta refuzonte, por përfundimisht e pranoi kur kuptoi se sa shumë do të thoshte për të moshuarën të mund të shndërronte dhimbjen e saj në diçka që do të ndihmonte të tjerët. Besniku kur nuk u kthye plotësisht në ritmin frenetik të mëparshëm. Ai mësoi të delegonte, të besonte në ekipin e tij dhe të kuptonte se të qenit i pranishëm ishte më e rëndësishme se sa të qenit në maj. Marrëdhënia e tij me nënën lulëzoi në mënyra që ai kur nuk i imagjinonte të mundshme. Ata udhëtuan bashk, vizituan vende që ajo gjithmonë kishte dashur t'i njihte, dhe besniku zbuloi se të shihej botën përmes syve të saj ishte pafundësisht më shpërblyese se çdo arritje korporative.
Dhe Arta mbeti, jo më si shërbëtore, por si pjesë thelbësore e asaj familjeje të rindërtuar. Ajo solli prindërit e saj nga puka për ta vizituar, dhe zonja Fatmira i priti me dashuri të sinqertë, duke insistuar që të qëndronin në apartament dhe duke i trajtuar si familje. Shtëpia që më parë ishte një mauzole i heshtur pasurie të zbrazët u shndërrua në një vatër plot me të qeshura, diskutime të zjarrta për futbollin mes Besnikut dhe Dritanit, mësime gatimi me zonjën Fatmira duke i mësuar receta të vjetra Artës, dhe pasdite të diele ku familja mblidhe jo nga detyrimi, por nga zgjedhja. Për Artën, ai shndërrim kishte një kuptim edhe më të thellë. Ajo kishte mbërritur në Tiranë në moshën 28 vjeçare, e frikësuar dhe e pasigurt, duke mbajtur vetëm një valixhe dhe ëndrrën për të ndërtuar një jetë më të mirë. Kishte punuar në 3 shtëpi të ndryshme para se të mbërrinte te familja Berisha, gjithmonë e trajtuar me indiferencë, gjithmonë e padukshme, gjithmonë vetëm një pjesë tjetër në mekanizmin shtëpiak. Pati momente kur pothuajse hoqi dorë, kur pothuajse u kthye në pukë, duke pranuar se ndoshta nuk ishte e bërë për qytetin e madh. Por zonja Fatmira e pa atë vërtet. Jo si funksion, por si person. Dhe kur erdhi momenti për të zgjedhur me sigurisë së saj dhe të bërit të asaj që ishte e drejtë, Arta zbuloi brenda vetes një guxim që nuk e dinte se e zotëronte. Ai vendim për t'u vendosur mes Luljetës dhe zonjës Fatmira nuk ndryshoi vetëm jetën e të moshuarës. Ndryshoi edhe të sajën. I provoi vetes se vlente më shumë se sa kishin besuar gjithmonë se vlente, se zëri i saj kishte fuqi, se prania e saj kishte rëndësi. Vite më vonë, kur zonja Fatmira më në fund u pre në paqe në moshën 82 vjeçare, e rrethuar nga të gjithë që i donte, ajo i mbajti dorën Artës një herë të fundit dhe i përshpëriti: "Ti ishe vajza që fitova kur kisha më shumë nevojë. Faleminderit që ishe guximtare kur unë nuk mund të isha." Sytë e saj, edhe të vjetruar dhe të lodhur, shkëlqenin me një paqe që vjen vetëm nga ai që ka jetuar i dashur dhe i mbrojtur deri në frymën e fundit. Dhe Arta, me lotët që i rridhnin në fytyrë, i përshpëriti mbrapsht: "Faleminderit që më mësove se familja nuk është vetëm gjak. Është zgjedhje. Është dashuri. Është mbrojtje e ndërsjellë." Historia e zonjës Fatmira, Besnikut, Dritanit dhe Artës u bë e njohur shumë përtej atij apartamenti në Tiranë. U nda në qarqe mbështetëse për të moshuarit, u përdor si shembull në seminare mbi të drejtat e të prekshmëve dhe frymëzoi njerëz të tjerë të kishin guximin të denonconin abuzimet që më parë dukeshin të pamundura për t'u përballur. Sepse në fund, ajo nuk ishte vetëm historia e një punonjëse guximtare që mbrojti një të moshuar të pambrojtur. Ishte historia se si dashuria, edhe kur testohet në ekstrem, mund të triumfojë. Ishte për shanset e dyta, për familjet që zgjedhin të rindërtohen, për forcën që gjejmë kur vendosim të mbrojmë ata që nuk mund të mbrojnë veten. Dhe mbi të gjitha, ishte një kujtesë se ndonjëherë personi më i padukshëm në dhomë është i vetmi me guxim të mjaftueshëm për të bërë atë që është e drejtë, edhe kur çmimi duket shumë i lartë për t'u paguar. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Fatmira, Besnikut dhe Artës të ketë prekur thellësisht zemrën tuaj. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim guximi, dashurie dhe rindërtimi familjar, lini pëlqimin tuaj, regjistrohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju mbeti më shumë në mendje nga kjo histori. Çdo ditë sjellim tregime intensive si ky, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se, edhe në momentet më të errëta, drita e shpresës dhe dinjitetit mund të triumfojë. Ju presim në episodin e radhës.